Konispoli, me 10 fshatrat përreth, janë pjesë e brendshme e çamërisë së mbetur në shtetin shqiptar. Matan kufirit shtetëror është çamëria, Filati, Sajada, Gumenica, Margëlliçi, Vola, Parga, Preveza, Paramithia. Konispolatët nuk e harrojnë kurrë vërshimin e vëllezërve të tjerë çam, të drobitur e të traumatizuar, që i kishin shpëtuar genocidit të racizmit grek më 1944. Banorët e kësaj ane janë shquar nga dashuria për dijen, shkollimin. Konispoli është vendlindja e Muhamet Kuçukut, çamit, poetit të fillimit të shekullit të 19. Jemi në juglindje të çamërisë së brendshme, ku shtrihen fshatrat Markat, Ninat, Janjar. Këtu, kufiri me Greqinë është afër qendrave të banimit. Prej këtej, në 31 gusht 1969, shkrimtari i njohur Bilal Xhaferi kaloi kufirin dhe doli në Greqi. Ishte një arratisje që shkaktoi tërmet për regjimin komunist. Në Ninatin e vogël, në këtë kodër, u lind dietari e shkencëtari poliedrik, rilindasi shqiptar Hasan Tassini, rektori i Universitetit të parë në Perandorinë Osmane. Po këtu, dhe në fisin e Hasan Tassinit, në vitin 1935, më 2 nëntor, u lind edhe shkrimtari Bilal Xhafer Hoxha në një familje të pasur. Markati dhe Ninati kanë dy figura të njohura historike. Hasan Tassini, që njihet nga gjithë rilindasi shqiptar, dhe Bilal Xhaferi. Ndërsa veshët tjera nuk ishin vetëm nga njëjti vend, por ishin dhe një i të njëjtit fis. Bilal Xhaferi ishte degësim i fisit të Hasan Tassinit të madh që njihet. Gjyshi i Bilalit, babai i nënës saj që ndalit Muhamit, ka bërë gjimnazin Zosimea, ka studiuar për teologji në një nga universitetet më të shquar të Kairos dhe ka marrë një shkallë më të lartë në shkencën e teologjisë në Bagdad. Bilali ka një rregull më të thellë që është prodhimi i asaj toke që ka prodhuar i çamërisë, që ka prodhuar gjithë ata burrë, që ka prodhuar gjithë ata shkrimtarë, që ka prodhuar gjithë ata mendje. Është prodhim i asaj që konkretisht ka nxjerrë Konstantinin. Aty afër kemi Finiqin, aty afër kemi Vutrincin, e kemi një rrotullim koke, kemi të gjitha këto vende. Dhe Bilal është prodhim i kësaj toke, i këtyre njerëzve, i këtyre geneve. Që në fëmirinë e ershme, Bilal Xhaferi përjetoi humbje dhe dhimbje të mëdha. Në moshën 8 vjeç, mbeti pa nën. Ajo u sëmur shumë. U sëmur shumë, e mori babai saja, Hoxh Musaj, e shpuri Janin, e shpuri, nuk la në Korfuz, nuk u shërua. E mori i thanë, nuk ka jetë më, edhe sot. U akoma pia tek ajo gjoks. Edhe babai im rrinë në këmbë. Prit në një fjalë për të thënë. Ajo nuk fori asnjë fjalë. Fare e rrotulla si kështu kaq. Ai më mori mua dhe më dha te Bilali në dorë. Atit ju duk si amanet, do me thënë që sikur më dha nana amanet në bashti. Ai që i vogël sa që 8 vjeç që në atë kohë. Kur ishte 10 vjeç, Bilal Xhaferi mbeti edhe pa Taatin, të cilin e pushkatoi regjimi komunist, se kishte qenë në radhët e ballit kombëtar. Pasojë e këtij ndëshkimi politik, si një hije e zezë, e ndoqi pas gjithë jetën. Gjyshi të afërm të tjerë, të shpronësuar, u shpallën kulak dhe ranë në varfëri. Në 45 u arrestuar babai. Gjatë luftës së dytë botërore dhe gjatë vdekjes së çamërve, nga çamëria. Këta që shumë patriot, këta që janë të prekupuar me shpirt, i jepin jetën për Shqipërinë, për atë dhe e morën e shpollën dhe në Vërva atje shkuën Gjirokastër. Dhe e vran babai, që e 39 vjeç. Në sy të gjitha atyre grave dhe burrave dhe njerëzve që ishën, në 9 nëntor të 25.
Kaqe. Ne mbetëm vetëm pastaj. Ende në moshë të mitur, Bilal Xhaferi detyrohet të kërkoj punë, fillimisht në Sarand, ku punon për pak kohën në mol, ngarkim-shkarkim, e mëtej në postën e qytetit. Vinte me këmbë, vinë në Sarand që këtu, e dhe në Sarand 8-9 orë me këmbë. Aq i vogli, merte bukën me trisk, merte sa shqime që jepi një në muaj, edhe vinte natën, na i silte neve këtu, e ikte prap natën, që mos ashite njeri. 11-12 vjeç, a i na bante me bukë, neve në ato kora. Pak vite më vonë, fati e kish shpën pranë kushërimve në Sukë të Durrësit, ku ndjek shkollën 7 vjeçare natën, pas fillores që kishte kryer në vendindje. Punon në ndërtim, rruga Ura, në asfaltim, në fushkruj, hekur kthyes në Rëshen, punëtor dhe pa armë në kohën e shërbimit ushtarak, diku në rrethin e Beratit, punëtor ferme në Shijak dhe preandej në sektorin e Kullës në fermë, kudo i mbikëqyrur. Puna e tij shkoi nga këto kantiereve pra në rruga Ura, mas e dini juve, në rruga Ura punoje se ishte edhe një lloj geometri, pra nuk ishte edhe thjesht, ishte profesionist, edhe e donin shumë. Dhe ajo ishte, si më thënë, kori, zemra e punës ti, ajo ka qenë një geometër i formuar në një farë shkolle, i formuar nga kurioziteti nga rrethi i tij edhe në fushën e letërsisë. Në fillim vitet 1960, Bilal Xhaferi boton poezit dhe tregimet e para në gazetat Zëri i Rinis e Drita, në revistat Nëntori, Ylli, të cilat tërhoqën në vëmendjen e shkrimtarëve për origjinalizmin dhe forcën shprehëse. Me artin letrar dhe mirësjelljen bëri shumë dashamirës. Disa prej tyre i hapën rrugën e botimit, që për të ishte e mbyllur. Në këtë situatë afirmimi dhe mbështetje të madhe nga shkrimtarët, të mirënjohur dhe të rinj, sigurimi i shtetit po i lidhte nyjet e përndjekjes së përjetshme. Ndërsa kryente shërbimin ushtarak, në vitet 62-64, në një repart pune në Poliçan të Beratit, oficerët që të birin e një armiku e shikonin me syrin e presë së gatshme, e provokojnë me disiplinën e vrasht. Të mbingarkuar me botkuptimin e urrëties klasore, kërkojnë të dhëna nga dega e punëve të brendshme të Rëshenit, ku kishte punuar. Përgjigjja e saj ishte: Bilali, qysh në kohën kur erdhi në Rëshen ra në sy që ky të shoqërohet me elemente që janë nën kontroll nga organet e sigurimit të shtetit. Është parë shumë herë që Bilali të bisedoj me Musine Kokalarin, ku siç do ta shikoni dhe në një letër që Bilali i ka dërguar një shokut të tij, i bën shumë të fala Musines. Ky është tip i squt dhe i rafinuar, prandaj duhet që të kihet nën kontroll të fortë agjentural dhe të kontrollohen me imtësi lëvizjet e tija dhe takimet që mund të bëjë te reparti ku ndodhet. Në letrën që Bilali ka dërguar një shoku në Rëshen të kopjuar nga sigurimi, i shkruan: Jam shëndoshe mirë, e pse të mos jem shëndoshe mirë. Të gjitha konditat i kam, lumi që në mori. Mysines thuajse i kërkoj të falur që nuk e takova kur ika. Mysineja më ka thënë se do të më shkruaj në lidhje me vërejtit që ka për tregimin tim, rilindja. I lutem shumë të më shkruaj se kam mjaft nevojë për vërejtit dhe sugjerimet e saj. Unë të kam thënë se ajo jo vetëm ka eksperiencë, por është edhe mjaft e mpret për çështjet letrare. Sidomos, mua më pëlqen insistimi i saj për një diksion sa më popullor dhe për një larmi gjuhësore sa më popullore në letërsi. Të 4 numrat e revistës Shqiptari e Re, që ajo ja kishte dhënë kujtimit, i ka marrë unë. Bashkëpunëtori i sigurimit, me pyetje provokuese, Musines ka mundur t'i nxjerrë këto shprehje. E kanë kritikuar dhe ja kanë hequr të drejtën si shkrimtar dhe kanë izoluar, se është familje e prekun. Si shkrimtar është i mirë, ka pas shkruar bukur. Unë e kam pas njoft dhe kam bisedu me të muhabete shoqnore.
por nuk I kam besu për asnjë muhabet që nuk më takojnë. Me këto të dhëna, dega e brendshme e Beratit, më 5/12/63, miraton vendimin ushtar Bilal Xhafer Hoxha të merret në përpunim 2B si njeriu me të kaluar të familjes dhe të tij shumë të keqe. Vendimi konkretizohet me një varg masash. Të kontrollohet qëndrimi dhe lëvizjet e tij me anë të bashkëpunëtorëve patrioti dhe vëzhguesi, të rekrutohet një bashkëpunëtor I ri nga rrethi I tij shoqëror, të bëhet kontrolli postar. Dhe pas 5 muesh, më 10/4/64 Berat, merret një vendim tjetër më I rëndë. Ushtar Bilal Xhaferi të ngrihet në kategori nga 2B në 2A dhe të përpunohet aktivisht për dyshime si agent I mundshëm I zbulimeve të huaja. Prej 1963-shit, në atë dhe, është përndjekur, provokuar e përgjuar me mjete teknike nga punëtor operativ të sigurimit të shtetit, me emër dhe mbiemër të njëmentët, dhe nga rreth 20 bashkëpunëtor me pseudonime: Patrioti, Vëzhguesi, Legjenda, Letrari I ri, Fletoria, Korespondenti, Çajupi, Bulmetoria, Reja, Rufeja, Lumi, Motori, Transformatori, Mati, Shqiponja. Pavarësisht rjetës së fshet agenturore që endej ditë dhe natë, vitet të 1965-1967 kanë qenë kulmi I krimtarisë dhe I botimeve të tij në atë dhe. Me heqjen e së drejtës së botimit, për shkak të biografisë së papranueshme, një pjesë e krimtarisë, poezi, tregime, romani Krasta Kraus dhe një skenar për film, mbetën dorëshkrime që u ruajtën nga të afërm dhe dashamirës. Në horizontin e atërshëm të pritjes, veprat e Bilal Xhaferit lexoheshin masivisht. Ishin ndër më të pëlqyerit nga kategori të ndryshme lexuesish: shkrimtar, kritik, gazetar, mjek, agronom, student, nxënës, punëtor dhe kooperativist, drejtues partijak, censor dashamirës, sigurimsa Cmirëzinj. Ky libër I vogël, unë kam në shtëpi originalin, të blerë, mos gaboj, në vitet, mas viteve 60, mund të kem qenë nxënës në shkollën e mesme, Torgozhinë, ndoshta në vitin e parë ose në vitin e dytë. Kopertina është e dëmtuar, sepse e kanë fletuar aq shumë këtë libër, saqë unë e mbaja në një stek këtë libër, siç mbahen librat e shenjtë. Sintagma njerëz të rinj, që është në titullin me tregime njerëz të rinj, tokë e lashtë, tani më dihet, që ka qenë saimi I redaktorëve dashamirës për t'i hapur rrugën e botimit. Libri nuk ka në qendër njerëz të rinj të socializmit. Përkundrazi, herojtë e tij bartin tipare virtyte tradicionale a historike, sidomos gjithkohore të shqiptarit. Sintagma tjetër, tokë e lashtë, është burimore, udhërrëfyese, shprehje e prirjes së tij të brendshme. Tokë e lashtë është historia dhe përditshmëria, iliria, arbëria, shqipëria, ilirët, arbërorët, shqiptarët, etnia dhe identiteti kombëtar. Çamëria e asaj kohe ishte një farë e ndaluar për të qenë temë diskutimi, dhe censurës së kohës I kanë shpëtuar vetëm kënga e Çelo Mezanit dhe libri I Fatos Merorapaj, Këngë popullore nga Çamëria. Të flisje për çamërinë duaj guxim, dhe pena e Bilalit guxoi, edhe pse kjo pati edhe kostot e veta. Libri I Bilal Xhaferit, tregimet e Bilal Xhaferit, sollën një frym tjetër në lehtësinë shqipe. Kohë kur tema çame ishte tabu, tekstet historike nuk flitej. Në lehtësi jo ajo. Bilali solli këtë frymën e çamërisë. Novela për te largësive është një rrëfim epik për qëndresën e ilirëve kundër pushtimit romak. Ra Berati, ndonse nuk u botua në gjalljet e autorit, është një prej 2 romaneve me temë nga epoka e Skënderbeut, që kanë mbetur në historinë e letërsisë shqipe të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Poezia e tij u njoh, më së pari nëpërmjet të famshmes Balat Çame ose Lam të mirë çamëri, botuar fillimisht
në gazetën Zëri i Rinis, më 1966, e cila u popularizua shpejt, duke u përmendur dhe cituar shpesh gojarisht. Ilberi, si një përshëndetje e përlotur lëmtumire, u zhduk më tanë largësive, mbi kreshtat të flakëve në përshi. Lëmtumir, qëmëri. Ai ka një tregim të jashtëzakonshëm që është tregim antologjik, quhet Purpuranti. Nëse stresi, personazhi kryesor i Bilal Xhaferit, ka mbi supet e tij mantelin e purpurt, se kështu vishin karta e Skënderbeut, mbi supet e Bilal Xhaferit është një mantel tjetër, është manteli i përgjakur. Tërë jeta e tij, nga fëminia e derisa ndërore jetë, është i veshur me këtë lloj manteli. Dhe janë 3 fate që ndoqën pas Bilal Xhaferit. Fati i parë është fati i familjes tij, fati tragjik i familjes tij. Fati i dytë është fati i tij, fati vetjak i tij, që përndiqej edhe kur shkronte, edhe kur publikonte letërsi në shtypin shqiptar. Dhe fati i tretë është fati i Çamris, fati tragjik i Çamris. Vepra e Bilal Xhaferit ishte një shpërthim pa zhurmë ndaj skemave. Ajo ishte e vetvetishme, e rebeluar në vetvete, edhe pse rinte nën etikën e rregullsisë, duke qenë i detyruar të jetonte ndryshe nga të tjerët. Natyrisht, ai edhe mendonte e shkruante ndryshe. Ishte disident i mirëfillt, në pamundësi të një disidence të hapur, publike, poezit, tregimet, skenarin e filmit me Brendi kundra totalitare i ruante për rrethana të tjera, të pritshme. Më tepër se biografia e tij, po bëhej e papranueshme prirje e veprës, që nuk përfshihej në skemën përkatëse. Rebelimi i saj kundër skematik, që e ballafaqonte për herë e më tepër me censurën nga njëra anë, dhe armisia e saj me preardhjen, jetën, talentin dhe personalitetin e autorit, nga ana tjetër, përftuan pa dashje një nga magjit më të rrejse për lexuesin. Realizmi, originalizmi dhe cilësia e lartë janë tiparet dalluese të krijimtarisë së tij letrare. Shquhet për një lloj realizmi klasik. Në kohën kur në Shqipërinë shtetërore ishte i detyruar hibrid i shtërp i realizmit socialist. Realizmi i prozës së tij është i përqendruar tek analiza psikologjike, tek portretizimi i shëmbëltyrave të shqiptarit tradicional, me tipare fisnike e burrore, të shfaqura në histori, por të ruajtura deri në bashkëkohësinë e diktaturës. Një nga miqtë e tij më të ngushtë, Vath Koreshi, që i ka qëndruar pranë, më thonte që unë nuk kam njohur njëri më me karakter. Kuptimin që ai nuk përulej, kishte karakter të veçantë Bilali. Dhe ky karakter e shoqëroi gjatë gjithë jetës së tij. Bilal Xhaferin e kam takuar për herë të parë në vitin 1968. Atëherë isha mësues i letërsisë në gjimnazin e Krujës. Kisha lexuar me etje, me një frym poezitë e tij dhe balladën Çame e kisha mësuar përmendesh. Po ashtu, me shumë kënaqësi kisha lexuar tregimet e tij, njerëz të rinj tokë e lashtë. Dhe sidomos më kishte pëlqyer Purpuranti dhe Përtej largësive. Një të diel, kur Tirana ishte zbrazur tek stadiumi për të parë një ndeshje ndërkombëtare, unë gjeta rastin të shkonja te hoteli ku ai kishte zënë një dhomë, te hotel Çajupi, një hotel i vjetër. Kishte zënë një dhomë përkohësisht. Fola me atë rojen ose portierin dhe i thash që dua të takoj atë shkrimtarin që e ron me ujë dhe me ajër, duke i treguar dhe një qese, duke nënkuptuar ushqimin. Shko, tha, jo aty e ke, 90 ditë nuk del jashtë, dhe më tregoj dhomë. Njita shkallët e drunjta, që ku isnin, dhe trokita në derë. Nuk u të përgjeq, nuk e hapi. Zdonte të priste njeri.
s'donte të ndërpriste punën e tij. Atëherë i thash, Bilali janë vëlla i Iliazit, inxhinierit që punon në Gjergj Dimitrov me ty. Iliazi e kishte ndihmuar shumë Bilanil, e ja lehtësonte punët, ishte punëtor krau në fermën Gjergj Dimitrov. Bile edhe njerë e kishte ndihmuar, e kishte mbrojtur kur Bilali qelloi me shpull një punonjës të sigurimit të shtetit, që i ngjitej pas dhe e provokonte. Ai me njerë e hapi dera dhe hyra brenda. Ishte një dhomë e vogël, mbate e qiririt të djegur, sepse ai mbas orës 12 ndiste qirinjës, sepse ja fikte portieri dritat elektrike dhe punonte gjithë natën me qirinj. Mbi tavolinë libra dhe dorëshkrime të shpërndara dhe mbi komodinë një gazetë mbi të cilën ishte një Facebook dhe një copë djathë. Qëndrua më këmbë. Më këmbë sepse ai donte të mos u mbishte kohë, të mos u mbishte sekondën, donte të dorëzonte romanin për Skënderbeun me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së tij dhe pak ditë ndanin. E shikoja që ishte shqetësuar. I thash që kam ardhur që t'ju ftoj në Kruj, të vini në Kruj. Nxënësit dhe pedagogët e gjimnazit të Krujës, natyrisht dhe unë, ju ftojmë për një takim letrar për librin tuaj Njerëz të rinj, tokë e lashtë. E ngriti kokën dhe sytë e mjegulluar të filluan të kthjelloshin, u qelen, morën dritë, edhe fytyra ju qelë, dhe tha, ju falenderit për ftesën, jam shumë i lumtur, jam shumë i gëzuar, nuk kam marrë kur në jetën time ndonjë ftesë. Aq më tepër që më ftojnë si një shkrimtar. Unë kam marrë në Kruj, kam shkuar në Fushkruj, në Burrel, në Puk si punëtor, si kurkushi. Dhe sa tani më ftojnë në cilësinë e një shkrimtare. Kjo është dita më e bukur e ime. E pash që ishte shumë i gëzuar dhe shtoj. Unë do të vi patjetër sa të mbaroj romanin, do të vi bile më këmbë do të vi në Kruj. Shumë faleminderit. Po ai nuk erdhi dot. Ja pren fluturimin, ja pren në mes edhe jetën.